Një projekt shkencor ndërkombëtar i dedikuar autorit të madh dhe nobelistit italian Eugenio Montale ka mbledhur 10 studiues, shkrimtar dhe përkthyes nga vende të ndryshme të botës. Në këtë projekt marrin pjesë dhe përfaqësues nga Korça, konkretisht drejtoria e bibliotekës Jorida Tollkuçi, si dhe shkrimtari dhe përkthyesi Arian Calcio, të cilët kontribuojnë me studimet dhe përvojën e tyre në këtë nismë ndërkombëtare. Ishte një projekt ku ishim vërtet të ftuar po dhe të nderuar të merrnin pjesë, sepse bashkëpunimi me këtë autore italiane është i dyti, i pari ishte për një aktore të madhe italiane, Leonora Duse, dhe unë ndjem vërtet të vlerësuar që të ishim pjesëtarë dhe ne në këtë projekt. Promovimi i këtij projekti për publikun korçar u zhvillua në mënyrë online në ambientet e gjimnazit Themistokli Gërmenji. Autoria ishte online direkt dhe realizuam pikërisht promovimin e këtij libri me ata që nesër do të jenë studiuesit ndoshta edhe të pasionuarit e letërsisë italiane. Ndërkohë pritet debotimi i një sër antologjish. Përsëri jemi një grup autorësh shqiptar që jetojnë këtej dhe më tanë kufirit Adriatik. Antologji tjetër poetike e një miku ton tunizian, i cili është viti 3 rresht që fton autorë të ndryshëm në një antologji të bukur poetike. Libri Eugenio Montale, Tra il mal di vivere e il mare, tashmë është botuar dhe ka nisur të promovohet në disa qytete të Italisë, duke sjell interpretime dhe këndvështrime të reja mbi krijimtarinë e autorit.